Përshëndetje, mirë se vini në episodin e radhës të podcastit tim Pa komplekse me mua Elionin. Sot kam një mysafir shumë special, një aktor i cili sot nuk flet vetëm për rolet, por flet edhe për shumë tema që shpesh mund të konsiderohen edhe tabu. Mirë, po në podcastin tim nuk ka tema tabu, flitet për gjithçka. Sot me këtë person do të flasim për feminizmin, për rolet gjinore, për kineman, por edhe për tema si tradhtia, intimiteti, por edhe feja. Sot kam kënaqësinë që bashkë me mua është Dugajin Podrimaj, aktori mirënjohur kosovar. Dugajin, shumë faleminderit që pranove ftesën time. Me shumë kënaqësi edhe faleminderit që për ftesën. Am tregon mas pari që do me thonë emri. Emri e, çfarë pyetje. Në fakt emri im nuk është se ka ndonjë specifik të caktuar. Prindrit e mi më kanë thënë që është emër i lirë, kështu e kanë gjetë libri i emrave i lirë, edhe nuk e di, ndoshta mund ta ketë ndonjë lidhje me mitologjinë greke, me Helios, me diellin, mirë po gjithsesi nuk e besoj që ka ndonjë specifik, ndoshta më surprizon ti sot. Jo, ideja që se për mene fejnë, që të thashtë se emri yt gjendet në skripturat e para të judaizmit, edhe është Zot Elion the Most High. Wow. Po, do me thonë është, une që ato kjo është të menu se diqysh e kena një tendencë dhe do në qikës ja kom vnu emnin Nara, e masi që e kemi vnu emnin, se na ka pëlqy, mas ne kena pas tendencë me këqyrë mas ka na i lidhje shqiptare dekor, masi që kena vnu. E grunte me pyt që do me thonë, e thot, është qytet në Japoni. është qytet në Japoni. Po so kona ideja, që ato të pyta se është shumë emër një vjetër, Elion, edhe vjen prej judaizm. Wow, surprizë edhe për mua. Me zbulu, do me thënë një tjera të emrit tim, unë po them që kështu ma kanë thënë prindrit e mi, kur e kanë gjetë këtë emër Elion, ka qenë thjesht një list me emra i lirë, pak të në kështu, ka qenë shkruar, kanë qarkullu, fix. Në arameik, në gjuhën ebraishtet vjetër, dhe me thonë dhe Most High. Kështu që përgëzime. Faleminderit. Shpresoj ta meritoj këtë emër. Po duka gjenë, unë me që je aktor, unë do doja ta fillonim këtë bisedë pikrisht për kineman. Kinemaja shpesh është një nga piksynimet, qëllimet kyçe të aktorëve, sidomos kinemaja ndërkombëtare, Hollywoodi, nëse është i kapshëm. Po, çfarë është kinemaja për ty, Dugajin? Është vetëm një mjet tjetër i shprehjes, ose me thonë një medium i shprehjes artistike. Kur ka dalim pah kinemaja në fillet e veta, normalisht që komplet produksionet e teatrit edhe industria e teatrit e ka nuk e ka përjashtu, po nuk ka qenë dakord me atë medium. E sot po shohim lëvizje tjera mas ne prej kinemas klasike në video on demand, Netflixa e këto, është një tendencë tjetër me majt klasikën gjithmonë. Kinemaja është një prej mediumeve që ka tepër impakt madh, edhe kur je pjesë e kinemas nuk mendoj që mo je veç një njeri i thjesht, prap nuk po di për komunitetin edhe industrinë tonë, po flas botërisht. E dim na shumë mirë çfarë impakti kanë pas në histori Beatles, çfarë ka pas Nirvana, çfarë ka pas bende të ryshme Guns N' Roses, të gjithë këta që kanë qenë jo vetëm muzikë, po kanë qenë prezent edhe në televizione, në kinema. Po një sen që do isha me përmenun e këto për mu që është jashtëzakonisht rast i veçantë, është, nuk e dija keni për një këngëtare që ka qenë edhe aktore, është perse, iraniane, Gugushi. Gugush është një këngëtare e cila ka qenë super top popstar në vitet 50-79. E ajo është besoj një tregus i mirë që ka do me thonë kinemaja dhe fuqia e kinemas edhe e industrisë muzikore për para revolucionit islamik në Iran edhe mas.
Edhe sot, do me thonë nëse shikust edhe ti ki kohë me bo pak research për Gugushin, është një super storja. Qysh regjimi mas 79-ës e ka shukat për 20 vjetë, dhe në 2000-ën edhe në 2000-at, për 21 vjetë fakt, dhe 2000-at ajo ka dalë me të performanca tjera në Evropë, në Amerike, është fantastike. Ajo tregon fuqinë e vërtet të kinemas sot, edhe që artisti nuk është veç thjesht artist, po ka ndikim shumë të madh në shumë sfera tjetës. Do me thonë, aktrimi shpesh mund tjetë edhe kompromis, sidomos kur je në vende që ka regjime diktatoriale ose thjesht nuk je i lirë me u shpreh ashtu si që je, fulli. Po ka kompromiset më dhaja, po në anën tjetër ka dhe benefitet më dhaja. Nëse ajo fuqi kinematografike bjen në dur një njeri që është i drejt, mos me thonë parimor, po i drejt edhe ka vizione të mira për këtë shoqni ka po shkon, besoj që është shumë sen i mirë. Po kemi pa raste kur edhe nuk e kanë, do me thonë, njerëz të duhun dorë, edhe mas ne i shohim shumë lëvizje si Me Too e këto që lidhen me feminizmin, mas ne i që kanë rrjedh mendoj pikrisht nga kinemaja kanë fillu. Sa ke ti liri në rolet tuja? Varet me kom punon. Unë në karierën tem kom pas kogja lirit madhe, po përveç asaj edhe kur kom punu në The Crow, një prej filmave të Hollywoodit, edhe aty është liria, si me thonë, është liria for granted, është rolin kur ta jep, a i ta jep edhe lirin. Për deri sa ti nuk del kështu shumë prej kornizave të pikpamjes regjisorit, atëherë nuk thojnë kur që. Je i lirë me vepru. A ke role që i ke refuzu, duka qenë? Ka shumë, sidomos në vertical dramas. Këto edhe paguan shumë mirë, po unë si kom bo për shkak se janë medium shumë i konsumit shpejt, do me thonë vertical drama janë këto që gjirohen vertikalisht, edhe që shfaqen në për TikTok-a, në për Facebook-a, i shehti, si me thonë, 4-5 epizoda, e kanë një farë hook, kështu kapin edhe mas një dush me pagu për mi pa tjera. Më dhe më pas shumë oferta për vertical drama, edhe një e fundit ke bile që ta shumë për me një casting drejtore turke, po thashim. Bile së fundmi, këto ditë e parë që edhe aktorët kosovar ishin përfshi me një format të tillë. Mirë po pash edhe komente negative kryesisht. A mund tjetë edhe reagimi i publikut ndonjëherë që të shtyn që mos me i marrë disa veprime në lidhje me artin që ti e bën ose me aktrimin tënd? Jo, nuk jam nis kur prej gjykimit, domethënë para gjykimit publikut, për shkak se mendoj që gjykimi jam mjafton për me marrë vendim për rolet që unë vendosim i bo ose jo. Kemi pas shumë raste edhe besoj për aktor kosovar që na kanë ftu në disa filma që kanë qenë pak kontrovers në kuptimin e roleve, për shembull disa filmat financum prej shtetit serb për do lufta, apo kupton, ato i refuzon ashta ti vet ose edhe nëse vendosmi po i bën sepse sheh që është e udhës. Po kemi pa duka gjën edhe aktor që janë goxha profesional, edhe në teatr, edhe në kinema, që kanë pranuar edhe role që munden me qenë ndoshta jo aq të preferuar, munden me qenë shumë komerciale edhe në seriale të tipit që publikohen në televizionet caktuara shqiptare, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, që ndoshta nuk e kanë atë vlerën e jashtëzakonshme ta quajmë. Si shet ti këta aktorë që ndoshta e bojnë këtë kompromis? Po nuk qërën parim nuk kam dëshirë me paragjyku, sepse njerëz vinë prej këpucave të ndryshme, ata dikush ka nevojë financiare, dikush tjetër ka nevojë thjesht me lujt sepse nuk e ka fatin me pas casting dikun tjetër. Kështu që secili mendoj që për vete vendos, po në anën tjetër më vjen mirë që nuk e kena një fuqi të madhe, do me thonë, të ndërtimit të rol modeleve, sepse mas një kish me qenë problem. Duka qenë sa është e vështirë me depërtu në tregun ndërkombëtar, momentin që e ke vetëm një pasaport kosovare.
Unë e kom punu 15 vjetë për këtë punë. Do me thonë për me u pa, me u ekspozu në tregun e jashtëm. Edhe nuk është vetëm pasaporta, po ka shumë barjera, do me thonë tavan ku ti nuk mundesh me shku për tej. Për shkak në rastin tem është pasaporta e liria e lëvizjes, mobiliteti. Do me thonë është thjesht vjen një rast ku ti ki me bo një rol një ndi, për shembull si rasti jam, edhe ti s'mundesh me pasaport kosovare, është me i gjetë rrugët ose opsione tjera për me shku, që nuk ka gjas, edhe e hup një rol. Të tillë që për mu ka qenë shumë i madh, po dhe ka qenë projekt shumë i madh. Po që unë nuk kam pas mundësi me po, për shkak të lirisë lëvizjes. Do me thënë, vështirësi plot, momentin që e ke një pasaport që të kufizon, sidomos për lëvizje. Mirë po, për te barjerave, mund të ketë ndoshta edhe elemente që ndikojnë pozitivisht në momentin që merr një rol, ose në momentin që ftohesh për një rol të caktuar. Ti duke që je kështu edhe një lloj pakete përveç përgatitjes profesionale, është edhe pjesa e fizikut. Sa të ka ndihmu ty fiziku që me marr rolet që i ke pas sot? Unë prej eksperiencës edhe prej literaturës edhe prej përgjithësi përvojës që kom pas, për me ushit si aktor. Dhe me thonë sepse ti e shet shërbim. Ti ki me shit shërbim, producenti ose regjisori, ose casting drejtori ka me bleqat shërbim. Është mirë me e dit çfarë shërbimi po shet, sakt. Sa ma i specifikum që je, sa ma i veçant që je, sa ma i, si me thonë, kur je shigjet, kështu që ki maje caktume, dhe me thonë çfarë shërbimi jep, është shumë ma let me e marrë castingun. Për shembull, në rastin tem, kjo ka nis për shkak fizikut, po mas një edhe më ka pëlqy a i sen me u profilizu me dëshirë në role historike. Do me thonë, unë e kaleroj si profesionist, unë di shigjetari, shpatim, për me shku dhe ma specifik, unë di luft me shpata në mënyrë romake, në mënyrë shigjetarin si mongolt, që kanë praktiku me kuaj. Ku i ke praktiku këto? Si Kosovë. ke arrit? Në Kosovë, prej vullnetit edhe prej dëshirës. Mas në i di edhe si katafrakt persian, më thonë, është qatë specifike sa që për një producent është shumë let për to, sepse shpenzon shumë pak për një aktor t'il, so unë jam i gatshëm për asir role. Normalisht unë nuk ju thom jo roleve tjera, po me gjitha to, jam pregadit për qatë fush ku më pëlqen. Okej. Edhe kom pas fatin me bo një film Illyrikumin, nuk e di nëse e ke pa, kemi gjiru në Bosnë. Ka qenë super, ka qenë do më thëmë bashkë për dëshirën. Mirë po, në botën e artit, bie të bashkëpunosh shumë edhe me vajza edhe me gra, sidomos në film, po do doja dija çfarë mendon ti duke qenë, a është më e vështirë për vajzat edhe gratë me depërtu në kinema, po edhe gjithë botën e artit në përgjithësi. Po, është. Pse? Është sepse për shkak seksualitetit. Edhe na e shohim këto gjithka në përbot, jo veç te na. Është shumë fatkeqësi e madhe, edhe e di që nuk kemi çka mi bo biologjisë, po njerëzimi ka, ose njerëz të cilët e drejtojnë botën e artit, kanë dështu me pas mekanizma sakt mbrojtës për këtë punë. Unë pari menoj që mashkujt dhe femnat janë fix njësoj. Do me thonë, feminist në kuptimin e barazis gjinore në punë, e në profesion, e në kudo tjetër, do me thonë, është pa tjetër njësoj. Përveç anës biologjike. Do me thonë, ajo ana biologjike e ka dalimin e vetë që unë besoj që natyra e ka kriju një farë standardi që e shohim jo vishte qenja njerëzore, po në çdo sen tjetër që e ka standardin e vetë edhe që ashtu mahët një farë ekuilibri i natyrës. Nëse mos me dalë për temës, është shumë ma vështirë për gra. Është ma vështirë, nuk e di pse, ka dhe role ma pak për gra.
ka edhe pagesat fatkeqësisht janë më të ulta, qysh une prej disa raporteve pi kolegëve. Nuk e di pse ndodh sa. S'kam ide. A mund të ketë duka gjën një lloj lëvizje Me Too edhe në Kosovë? Ka raste të tilla edhe në Kosovë? Mos jemi pak të vegjël për me bua atë sen. Unë nuk e di çka mundet me konë Me Too te na. Adin ajo fillon prej një industrisë si Hollywoodi që ka miliarda qarkullim. Edhe aty normalisht që ka hapsin për çdo lëvizje, për çdo sen me fillu. Te na është pak e vogël, domethënë, sa jemi. Po, a e ndjen ndonjëri kërcënu nga gratë e forta ose të pavarura si burr? Drejt për drejt, jo, natyrisht që jo, po e di që ka raste edhe, jo ka raste, po ka raste shumë që mashkujt nihen të kërcënum. Pse? Nihen të kërcënum sepse kur gruaja e ka lirinë e vet në çdo aspekt, edhe kur janë bashkë në vendimarrje, kur janë dy veta gjithmonë njoni duhet me qenë lideri, patjetër, domethënë, është natyrë edhe kjo. Edhe kur janë gratë e forta, natyrshëm gratë marrin shtafetën e liderit. Edhe aty mashkujt nihen pak të... Domethënë, ajo është me vendos. Mashkulli mundet me vendos, me thonë, ne kom gruan e fort, edhe unë I rrim rapa, që është shumë e mirë me bo. Edhe mas ne ka garë të jo të mirë në mes tyne nëse se pranon ti si burr. A mendon që burrat mendojnë që ende ekzistojnë disa role gjinore për ta, vetëm se kështu ka qenë gjithmonë? Ka, këto krejt pyetje që pi bën, unë mendoj që po, janë qëndrojnë, edhe ka normalisht, e që si ç'dasht me qenë. Unë po të thëmë, përveç aspektit biologjik, unë nuk di tjetër dallim që ka. Problemi për shembull më I madh te na, unë e mendoj shumë gjatë këtë sen, që fillon me traditat të cilat du të mu shkatru sa ma shpejt, tradita e cila thot me dhonë qikën. Kjo është rënim I barazis. Kur, dhe me thonë, veç fjala, nuk ka rëndësi a je moderna, si moderna, nashta mund është me qenë, ku dion. Me dhonë qikën edhe me marë qikën është skandaloze. Si pronë, a? Po, edhe nëse nuk konceptohet si pronë, veç si term, që është, nëse është bukvalisht veç term, që s'ka kur farfuqie tjetër, du të mu hek pe fjallorit ajsen. Me thonë, du të mu pasi dy familje, që mashkulli edhe femna e familjes X edhe Y bashkohen, edhe fillojnë një jetë vetën. Nuk ka ty me dhonë me marë. Kjo du të mu hek sa ma shpejt. Fix. A keti vajza, duka gjën? Si kështë pas jefti me I pa vajzat e tua? Të pavarura? Të pavaruna, pa tjetër, edhe qysh do që ato kanë qef me pa vetën, unë jam support edhe jam për krahje tyne. Kur me ndonë ti se burat e humbin mas shumë ti këtë balansën? Për shkak të egos, apo të frikës që e kanë, sidomos raport me gratë, raport një marrëdhënie të saktume. Menoj që eksperienca. Në çfarë aspekti eksperienca? Edhe te mashkujt, edhe te gratë eksperienca fatkeqësisht në kulturën tonë ka efekt negativ. Sepse nuk mujmë na me qenë qenje me pas një eksperiencë caktume. Për shembull një martesë, një fejesë, ku diun çka, ose një lidhje caktume, ose s'është me rëndësi, me dalë prej asaj lidhje pa efekte anësore. Do me thonë, e mira kish qenë secila lidhje, secila përvojë, secila punë me qenë eksperiencën veti, me mësu prej asaj eksperience, po mos me marrë me veti atë eksperiencë. Edhe mendoj që nëse kjo arrin me u bo, shoqënia është shumë e shëndetshme. A mundesh me qenë shok me një ish partnere? Po, mundësh, por mas nej t'i bën edhe kompromise. Edhe rrethanat e ndryshme, do me thonë, pak ta përcaktojnë, nëse ish partneren e ki shumë shok që
duhet edhe nuk mundesh pa to, unë mendoj që mundesh me pas, edhe mundesh me e bashkëbisedu me partnerin e ri ose me kondo që është, që me thonë qëre, që shtu është puna, edhe kam nevojë për këtë njeri, adin. Po përderisa ka qenë ma shumë marrëdhënie se shoqni, po e bën edhe kompromis. Edhe thu, okej, se kam shok ose shoq që më. Kur përfundon kryesisht një marrëdhënie? Kur konsumohet një dashuri? Dashuria është, po mdo këtë për mu, pak koncept i mbi vlerësum, menoj. Pse? Nuk e di, sepse dashuria ka të bëj me memorjet. Dhe më thonë, sa ma shumë kohë që kalon me dikon, ti krijon memorje të cilat i bart me vete, edhe që ato memorje ndikojnë shumë që ti me menu për atë njeri, që ti me dasht me kalu kohë ma shumë me ta. Dhe më thonë, paka shumë, unë e mendoj kështu, se di është e vërtet. Po thojmë truni fizik i njerit. Tash ti kalon bën renderat memorjes aty në tru me dikon, caktum. Edhe kur nuk është ai mo, që e pjesë është komplet e thatë, do me thonë memorje të thata, me thonë. Çka ndodh zakonisht me këto rebound, do me thonë që kur e takon ti një njeri tjetër, i cili është komplet egzotik për ty, nuk ka kur farë ti s'din shumë për atë njeri, edhe ta mbush që të hapsinën e trunit ty, edhe do këtë gjithçka ma mirë, edhe ka shumë raste kur, do me thonë, mas ndamjes qiftet për kohë gjata, kanë taku dikon me njëherë që janë dashuru edhe kanë thonë kjo dashuri është shumë e madhe se ajo. E që në fakt nuk është. Që në fakt është që ajo periudha 7 muajshe, 9 muajshe, kur njeri është me flutra në barkë, edhe që ka taku dikon, edhe në parim mas një lidhja fatkeqësisht mdo këtë që e merr një farë kahje standarde, për shkak kushteve sociale, për shkak kohës që jetojmë, gjitha lidhjet paka shumë janë të njëjta. Veç nëse ti adin e freskon ato me që për dijoni me çka do që ki mundësi. Se e di, shok t'i ki edhe shoqet t'i ki edhe këti kanë ankesat e një. A mundet me ekzistu një marrëdhënie, po them, një lidhje, cilën e mban vetëm pjesa fizike, vetëm seksi? Për mu jo. Unë nuk mendoj që ajo nashta është e pesta në listë, me thonë, ose treta, ku dion. Se të vynë diçka shumë ma shumë se seksi. Edhe seksi është shumë i kështu, overrated, i mbi vlerësum. Ajo është një sen natyral, i natyrshëm, do me thonë biologjik që ki nevoj, po përveç aty në seneve bota ka kriju shumë gjana tjera cilat ju duhet me bashkëpunu dhe duhet me përkranju një tjetërin për me mri nuk mjafton vetëm një seks në këtë vend. Po e kundërta, kur nuk ka një marrëdhënie fizike të shëndetshme, po gjithçka tjetër funksionon shumë mirë. Po ape qujmë ato shoqni. Nuk menoj që mundet me koni qift edhe pa ato. Po më mush me pas shumë shok e shoqe ashtu, po. Domethënë mundet me qenë në pestë, apo prapë është pjesë integrale. Është pjesë patjetër sepse është biologjike, prandaj po them, apo. Pra është më e vështirë mungesa e seksit apo mungesa e forcisë emocionale në një raport, një qift? Shumë e vështirë kjo pyetje. Shumë e vështirë, sepse të dyjat kanë të bëjnë me biologjinë, të dyjat janë natyrshme. Po ta marr veç një shembull. Unë e qyshe shoh, edhe kjo është shembulli jemi. Proud. Nëse ti shkon në Sarand, në Shqipëri, edhe ulesh në plazh, edhe e sheh diellin të perëndu, edhe është shumë i bukur, magjik, do me thonë perëndon dielli, shkon te shtëpia. Kur shkon nesër më në prap njëjtin vend, ulesh aty dhe sheh diellin të perëndu, nuk besoj që dikush thot djeu kon ma bukur se sot. Do me thonë, qaj efekti i perëndimit dielli që është i natyrshëm, do me thonë, e ka efektin e njëjtën ty si njeri gjithmonë. Kur je und, nëse të hat një picë, je shumë und, e ha një picë të mirë, ta jep një farë kënaqësie, një satisfaksion. Mas 2 dite me kon njëjtë und shumë, edhe me hangër një picë prap të mirë, ta jep satisfaksion e njëjtë, si kur para 2 dite. Këto janë sene që i ka kriju natyra. Do me thonë që nuk kanë zhvlerësim
është gjithmonë vlera e njëjtë e cikleve. Po senet që i ka kriju njeri është vlerëson shumë shpejt. Për shembull, një G-Class 2025 Mercedes e blen, e ka një satisfakcion shumë të madh. Mas 3 muaj del e reja, Ju vlera. betona që ti e don tren. Ndryshe ai ki kushtet, po nuk është cikli i njëjtë. Do thonë, gjana që i ka kriju njeri kanë vlerësim të madh. Po në anën tjetër, nuk mund është ti me jetu pa jashtë këtij ciklit vicioz që i ka kriju njeri, festivalet e filmit, festivalet e këngëve, klasa politike, ekonomia, që funksionon parja. Ti je pjesë e këtij sistemi fatkeqësisht. Edhe këto janë krejt kriju me pinjerit. Nëse ti shkon shpejt tash prej këtuhit, unë nuk besoj që ti ki me pas kontakt me tokë, me bari, me dhej kërkon, e ki shumë beton, asfalt, je izolum për natyrës. E ki një industri, është një linjë që ti e përcjell çdo ditë një jetë, edhe krejt ato janë me sene që njeri ka kriju, edhe janë zhvlerësueshme. Për që ato e vetmi sen fakt që menoj që është në ciklin natyror të jo zhvlerësimit, ish dasht me qenë partneri, ish dasht me qenë riprodhimi, ish dasht me qenë elementi njerëzor. Shoqënia, ato janë, do me thonë, që ato janë sene që i ka kriju natyra dhe ti dush me i rujt që ato shumë. Se senet materiale, senet që i ka kriju njeri, qofte edhe që to festivale, sene janë. Zavendësueshme. Edhe zavendësueshme edhe shumë të fragile. Një katastrofë ndodhe vogël diçka përfundon gjithçka. Po kështu ishte, për shembull, unë isha në Tiranë kur ndodhi tërmeti, edhe për shkak se kam jetu në Tiranë 2 vite, kam studiuar atje. Kur ndodhi tërmeti, nuk u realizu as festivali, ose kur ndodhi Covidi, e humbën funksionin, se s'ke mundësi me realizu. Edhe aty e kupton. Natyra është aty, edhe kur o Covidi, edhe kur është tërmeti edhe krej. Kështu që e përmende riprodhimin. Është një temë që diskutohet vazhdimisht, kohëve të fundit është fut në diskurs publik edhe çështja e familjes. Mirë po, ka shumë tri edhe në mesin tim, shoqërinë time, rrethin tim, që nuk e shohin më nevojën për të riprodhu, për të bërë fëmijë. Nuk e kanë ndjenjën e prindrimit. Si e sheti këtë fenomen, duke gjë? Super, vazhdo, nëse se ki ndjenjën është, unë nuk mendoj që ky sen duhet më diskutu. Nuk mendoj që ka nevojë për logjik. Unë mendoj më shumë që kjo është një farë ore biologjike që njerit i vjen ose nuk i vjen. Nëse nuk vjen, është fantazi, vazhdo. Pa është instinkt apo presion shoqëror, prindrimi? Jo, presion shoqëror, patjetër. Do me thonë krejt përballemi me atë sen. Hajde mo. Po problemi është që nëse ti ora biologjike jotja nuk të ka ardhe dhe nuk të thot ty, hey, ki nevojë me pas një fëmijë ose një produkt riprodhimi. Mos e bën. Mos e bën nëse s'ki nevojë. Nuk i paragjykon njerëzit që vendosin. Që s'ka për hapësim për paragjykim, unë nuk di pse është e pashni diçka me Armend Recep-Agiqin, diçka që në fakt, në momentin që Armendi foli hapur për këtë fenomen, shumë njerëz e paragjykon edhe fillon edhe komente negative. Po si është edhe këtë pjesën e komenteve publike, diskursit publik, ku njerëzit komentojnë edhe futen jetët private të secilit person, sidomos kur je personazh publik, me që edhe vetë i takon kësaj bote. Se ke pa këtë rastin e Armendit, me që e përmende vetë? Po e përmenda sepse e pash, unë nuk di shumë, do me thonë s'kom pa shumë, e kom pa një fjali që ka thonë edhe diçka njerëz që janë. Aq mjafton. Po, është naivitet shumë i madh i njerëzve. Është naivitet shumë i madh se ti nuk mundesh me fol për kërkon pa e njoft, pa e ditë prej ka i të vjen, pa e ditë çfarë historie ka, kush është ai, çka po çfarë kohë ka jetu, apo kupton, çysh mundesh ti me thon për dikon. E thot një fjali edhe u kry mur fund gjithçka. Në sen që pse kemi këtë tendencë me u fut njerëzve në jetën e tyre private deri në intimitet? Po tash je figurë publike. Kur je figurë publike fatkeqësisht kompromisi që do të më bësh është privatësia. Sa të mundesh me ruje, po ke vendos me qenë, nuk mundesh duhesh me qenë me integritet, me thonë. Qysh je një jetë private, është mirë me qenë edhe një jetë publike, sepse për shembull një sen që se kuptoj të reperat. E kënon një këngë me një tekst seksist. Jo seksist, po edhe seksist, po hajde po thojmë një tekst me gangster lak.
Edhe thot, unë t'i vraj 300 veta, e ti e din që ajo është një djalë shumë i mirë. Nuk ka lidhje me këtë sen. Edhe ti mas një thu, kjo është të lujtë në karakter? Apo është se ky me emën ka dalë aty? A din, është pak konfuze kjo punë. Në ndërkohë që ti e këqyr qiftin e 50 Centit, ose Tupakut, ose Eminemit, kënojnë për sene autentike të vetat, që ai njeri ka qenë një jetë private dhe tash është jetë publike, e kur ki që ashtu integritet, ki edhe sukses. A kemi mungesë originaliteti, pra? Shumë. Edhe në artë. Shumë. Kisha pas qef me të pyet edhe për një temë që është pak, edhe kjo një farë tabuje deri diku, po ka fillu të flitet edhe për këtë pjesë. Për lidhjet e hapura. Si sheti lidhjet e hapura? A je pro lidhjeve të hapura? Po, nëse ata dy persona që kanë vendosur me qenë lidhje të hapun, dakordon me zveti pse jo. Kush jemi na bre më përzi njerëzve, nuk, më thonë nuk ka problem nëse dikush dy veta folin për lidhjen e tyne, për jetën e tyne private. Kush je ti? A janë lidhje të hapura liri apo shmangje emocionale? Kombinim, mendoj. Kombinim se dikush e don edhe lirin, dikush e don me pas lirin. Qa është edhe liria, po... Pa e kërkojnë lidhje të hapura një lloj dëshmërie më të madhe se sa lidhje tradicionale. Sepse të paktën partnerët e kanë një consent për bashkët, Po, për këtë stil jetese. Edhe lidhje tradicionale mujnë me pas consent. Ti je jemi, unë jam i joti, edhe qashtu mesin. Nuk është edhe ajo që është gënjeshtër, e kupton. Tash ndryshe që na këtu tradhia o bo një farë o bo in. Ajo s'është e sinqert. Kështu që në këtë rast nashta është ma mirë lidhje hapun. Si e shet radhtin ti? A kishe fajt radhtin? Nëse është vetëm fizike, ta zëm? Po, nuk e di, nuk jem ballafaqu me atë sen. Nuk e se di qysh definitivisht e kisha fol shumë qetë, po nuk e di nëse, do me thonë, është besoj që duhet mi kuptu rrethanat njëherë. E mas të i me vendosë. Pa është ma e letë me fal një tradhti kur është vetëm fizike, vetëm një natë, apo është më e vështirë kur krijohet një lloj raporti paralel? E kom një sen që më ka pëlqy prej me një podcast dikon. A i thot, nëse, nuk e di është e drejt, po prapë, nëse mashkullit rrethan, e femna e nxen, thuj thjesht që ka qenë veç fizike edhe s'ka kurfar emocioni të involvum aty, edhe ajo të kthen. Ky e thoj ke kusht simbolikisht. Nëse femna të rrethan edhe mashkulli e nxen, thuj thjesht që ti nuk je koni vëmendshëm boll edhe seksi ka qenë skandaloz me atë tjetrin edhe ai të kthen. Apo kupton, do me thonë një far bote që këta e vlerësojnë emocionalen, këta e vlerësojnë fizikën, a di. Duka Po se gjën. di është e drejtë. Po a falet ma letë tradhtia e një burri se sa e një gruaje? Si dashur me qenë është. Po si fenomen, po Si them. fenomen të napat. Pse ndodh kjo? Shumë fakto. Pse gratë paragjykohen më shumë edhe për tradhti? Ke shumë raste që burratve u afalin tradhtin gratë. Po kur ndodhe kundërta, Sepse gratë janë ma të ta gjej fjallën. Janë ma të përgjithshme. Mendoj që gratë janë qysh ish dasht me qenë krejt njerëz. Jo veç gratë. Edhe burrat ish dasht me qenë si gratë. Sepse gratë e vlerësojnë shumë ma shumë jo veç një lidhje të vetën, po një hapsin më të madhe, ku bojnë pjesë vjetë e asaj lidhjes, ku bojnë pjesë familja, ku bojnë pjesë fëmijët, ku bojnë pjesë shoqënia, edhe shpesh herë edhe si vetë fliuse, do me thonë, e falin, po s'është veç tradhtia, është edhe shumë sene, e sakrifikojnë karrierën, e sakrifikojnë për me kriju diçka që është shumë ma e shejtë se sa. Edhe unë menoj që edhe burrat ishin dashur me pas pikpamje të njëjta si gratë. po dalim të një temë pak më ndryshe, cilën kam pas dëshirë ta prekim bashk, sepse e kemi diskutu edhe privatisht. Çka është feja për ty, duka gjën?
një abstrakt personal i secilit njeri. Unë në parim nuk jam për masivizimin e njerëzve, sepse fuqia, sidomos të shqiptar, fuqia e jonë është individi. Do me thonë, na i shohim edhe dim historikisht. Është një Skënderbej, është një Nant Terez, është një Dua Lip, një Rita Ora, një Majlinda Kelmendi, një ku dion, Azem Galit. Do me thonë, ki figura historike edhe figurat showbizit që janë vetë. Në moment, ki edhe inxhinjera, ki edhe mjek, edhe, do me thonë, nuk ka futbolin që tash e kena nis pak me ditë me lujt. Kur është kolektive të na është pak problem. Nuk e di pse vjen kjo, po duke u nis prej këtij fakti, nuk mendoj që është e mirë me masivizu shoqëninë tonë në asnjë mënyrë, jo veç religjioze. E kur po them religjioze, është një set i rregullave, një njeri, një libër, një vend. Për krejt religionet vlen. Është një njeri, është një libër, dhe është një vend, edhe ti e njeh çato, edhe ti mas ne i bohësh një pjesë e një. Kjo mbase vjen edhe për nevojës me përkudikun, ndjenja përkatësisë, po sidoqoftë shumë kualitetet tua që ti kishe mujt me i përdor për të mirën shoqënore. Sot fatkeqësisht aty tretën në qatë grup ku ti përket. Feja, ose ma mirë me thonë besimi, i është dashur me qenë shumë personal, sepse besimi është tepër i shejtë. Nuk e di që ka sen ma të shejtë se sa besimi të njeri, po du me ta dhoni rast temin, kur na kemi mi punu në Dodon një shfaqje, afër Dodonës është një dyqan me ngjyra, me që si sene pajisje të vogla për shtëpi, jo gypa tujet, jo qështë. Edhe unë dola prej Dodonës me bleni izolier. Izoliri kushtoj ke 75 cent. Edhe shkova veç 50 euro i kisha. Edhe shkova, ose 75 cent ose 1 euro e gjysë, po më kujtu. Shkova dhe pithamati po më vynë që kjo, se na vyke me kapë diçka në teatr. A i tha, okej, thash ama që 50 euro. Tha, o, s'kom tima. Thash ani, po më vynë urgent, thash ama ti kthej paret mas nej. Hajt, tha mere, okej, a je i sigurt, a mun është me mi pru mas neje, se në thash po përbura ta lo, letër njoftimin. Tha, jo, s'ka problem, hajt, vish mos harro me mi pru, thash, kry. Shkova e krytën punën do donë, 4-5 orë ma vonë, haloj kisha 50 euro. Edhe shkova unë ala para dyqanit, edhe i thash, më falë, thash që paret, po prapi kom 50. E, t'zbe mos tani në bjeri, kur dush, kur tiki. Do me thonë, aj e kryoj besimin në mu, që unë i qoj pare. Edhe mu nuk kish problem për ta. Unë e fitova besimin e ti. I cili besim shumë letë thejhët. Sepse nëse unë si a qoj pare, da i mos më jep mu. Besimi në botën e përtejme është pak problem. Se ato nuk mund është me e ditë kur. Edhe su në thënë kur. Edhe metë që aty. Një shembull që e spjegon mas mirti, qush une mendoj, është kështu. New York, një non, e vetme, jeton me një fëmijë. Kjo në ngjarje vërtet. Edhe ai fëmija shkon shkollë, i ka dikun 8 vjet, 9 vjet. Shkon shkollë, edhe kthehet prej shkollës, edhe i thot mam. Thot Zoti, a është çika djalë. Fëmijaj. Tash nana me çaq kujdes të madh për mos me diskriminimi, a din, kjo ajo ka thon 2 jat. Ka thon okay. Shkon shkollë nesër, më kthehet, tash nesër, më është mas një javë. Kthehet thot, a është Zoti i zi i bardh. Prap kjo diskriminimi, a din, raca sene, thot 2 jat. Shkon kthehet thot Zoti a është straight a gay. Ngjarje vërtet, mos e fjalë mia. Thot 2 jat. Edhe ai thot e gjeta. Tha çka? Zoti është Michael Jacksoni. Apo kupton personal Jesus, do të thonë ai e ka bo Zotin e vet. Për informatave që nana vet dhe shoqënia ka servu, ai ka kriju. Unë menoj që ti është mirë me besu që ato që ti e vendos me besu, që ato që ty të flenë shpirtnisht, që ato që ti nihesh mirë me ato, që atë sen që është let me lyp, se është mirë me kërku, adin kur thu jo zdi edhe kërkon,
se besimi nuk është dituri, edhe se din. Nuk thu, unë besoj që kam një kertë bardh. Ti e din që e ki një kertë bardh. Po mund është me thonë besoj që të ora shinë Hanover. A din është dallon shumë. Pa ndikon feja që njerëzit janë më të mirë. Në çfarë kuptimi më të mirë? Si njerëz. Kam pa shumë raste kur, edhe kjo është egoiste, kur njerëz kanë thonë që qëre kjo kon në drogë, ose o kon ka lujt kumor, ose bigjoz, ose edhe tash është në fe edhe si bon mo. Ti pi qetë dy bazat krahasimit edhe pe bën një krahasim për të mirën tonde. Do me thonë nëse mu më ka pengu një njeri që ka qenë në varësi të alkoholit, ka qenë ko ishi jemi, më ka pengu mu, shpresoj shumë që hinë fe që mos më pengu mu. Do me thonë kjo nuk është e drejtë. Njerëz i bën më të mirë kur ata vendosin me qenë më të mirë, kur ata vendosin kur ti si shoqëri ju servon aty në sene, nuk ka të bëj me fe, nuk ka të bëj me ku dion, me një besim caktum, ose me një rrethon caktume. Mendoj që është individuale. Po, ku e gjenë sot njeriu moralin? A e gjenë të feja, apo të vedia personale? Ma shumë të vedia personale, qa është morali? Nëse mbrigjet e Arabisë shkon nalët një jaht me disa femna zhveshuna, është super e pa moralshme. Po nëse mbrigjet e Kalifornisë njëjta jaht shkon, nuk të qyrë kërkush. Atin, qa morali? Kushe? Unë parim jam ma shumë agnostik, po idenë që nëse ti je i krishter, ose i musliman, dikun rreth 3.000 zota në botë janë, adin 3.000 besime në botë janë, që njerëz ti besojnë, unë si besoj 3.000, ti si beson 2.999, unë vis një ma shumë se ti se besoj, adin. Interesante. Po, për të ndru pak tematik, për të kthyte e tashmja, të aktualja, je nga Prishtina. Si e shes sot Prishtinën ti? A është Prishtina më moderne? A është më tradicionale? Si e shes sot Prishtinën? Në kuptimin e arkitekturës, në kuptimin e njerëzve. Kuptimin e njerëzve. Për arkitekturë s'po flasim. Nuk po i futemi temës së planit urbanistik të Prishtinës. Është një qytet skandaloz, një qytet pa identitet komplet. Qoftë edhe në arkitekturë, qoftë edhe njerëz. Nuk ka kur farë originaliteti, nuk prodhon kur gjë, adin, diçka që ka pas do, si me thonë, landmarks, disa pika originali që i ka pas janë mo. E sheh të komuna ato, apetun, bashkim vllaznimi, ajo statuja, i kom një trit të thonë, apo shkojnë për takohë me të piruni. Apo kuptan, do me thonë, nuk ka, është një tranzicion shumë i shpejt dhe shumë i madh për Prishtinën dhe për Kosovën përgjithësi, sa që unë për veti i kom përvoj internetin e parë, telefonia mobile e parë, telefoni mobil i pari, pandemia, lufta, do me thonë, qaq shumë sene ka ndryshe, sa që nashta dhe nuk pritet ma mirë. Sistemi arsimor është skandalos. Sistemi shëndetësor, s'di që atë thamë. Do me thonë, krejt këto ndikojnë. Pra një qytet pa identitet? Shumë pa identitet. Ku i dërgon njerëzit të huj që të vinë, kolegë të huj në Kosovë, cilat janë landmarks si përmende, në Prishtinë, do me thonë nëse janë disa pika kyçe që ti ja tregon miqve tu që vinë nga jashtë. Fatkeqësisht është që ata kur vinë prej aeroportit, ose vinë prej fatkeqësisht edhe fatmirësisht, vinë prej Veternik, për shembull. Edhe ti kur hinë e shohin që është komplet beton. Edhe për ta është skandaloze. Edhe zakonisht çka ata thojnë impulsi parë është wow, që shko kanë ndërtu Prishtina, nëse kanë qenë ma herët, ose edhe nëse s'kanë qenë thojnë se pas kemi pritë edhe ti i pyta mirë, ata thojnë jo shumë keq. S'ka kur farë gjelbrimi, s'ka kur gjo, edhe e mira është që pritjet e tyne ullën shumë. Edhe kur zbehen pritjet e tyne, mas ne ka disa vende që ti më nëshmi quni, restorani, po nuk janë kur gjo
kulturore. Do shta Thjesht. kultura e kafeve, pak njerëzit, zakonisht janë njerëzit që i vlerësojnë ata. Do me thënë, nuk është vendi. Bile s'ma tha një shok polak, tash para 2 javë që ishte në Prishtinë, tha, po jam i sinqert, tha, me ty Elian, tha, vendi është tmerrsisht i shëmtuar. Tha, po gjithsesi, tha, njerëzit shumë të afërt dhe po më bëjnë që me dash Prishtinën dhe me mendu dhe me jetu për një periudhë caktuar. Po gjithsesi gjithë njerëzit, edhe që vinë me jetu në Prishtinë, e shohin kryesisht si tranzit, po flas shumica. Po, Nuk e shohin si një periudhë që të jetojnë gjatë, krijojnë familje, Po. të vazhdojnë të jetojnë këto. Veç mos harro që mikpritja është primitive. Mikpritja është veti shumë primitive. Pse është mikpritja primitive? Sepse daton shumë moti. Edhe njerëzit kanë evolu për mikpritjes. Njerëzit kanë kriju mekanizmat ndryshëm. Evropa, Amerika nuk janë mikpritca. Po janë të partë, ecin të partë. Do me thonë, po bëj ka pa mikpritje. S'po thomos me qenë mikprit, pa tjetër. Po mikpritja jonë që shbohet është primitiv. Menoj, unë. Po besën si është, do me thënë si fenomen në shqiptari. Nuk e di. Ka raste kur ka funksionu, si për luftë dytë botnore, me hebrej. Ka raste kur nuk funksionon hiç. Mbase kjo është baza personale. Siç edhe si popull që s'kemi qenë kur fetar, do me thonë se cili e ka pas, do me thonë derivon t'i ke pas nashta njerëz me emën Muhamet Krishti. Se o konvertu për shkak të mirave financiare, ose për shkak... Nuk jemi një popull, edhe prej ilirve është qështë, nuk jemi një popull besimtar. Edhe nuk jemi një popull që mujna me dhonë një bes për... Adin, është ma shumë qështje personale, me ndojon. Sepse kodet, kur dikun me një ven i ki disa kode të jetesës, në cilën shkruhet sakt çka me bo me besën, i bjen që ty do të me të dhëzu, se s'din. Apo kuptan? Në momentin kur ti nuk ki kode tilla të shkrume, ajo nën kuptohet. Është e ingravuar në gjenetikën tënde. Duka qenë, çka nuk do të kishe komprometu kur? Nuk do të kisha kompromitu kur. Nashta në fushën e karrierës kisha pas qef me majt qështu qysh jam. Nuk e dija është kompromitim, po s'kisha pas qef me bo kompromis në këtë rrugë që jam nis. Normalisht për familje, se ajo prap biologjikisht vjen që ti kishe bo gjithë shka dhe se kishe kompromitu nashta familjen. Për ndryshe nuk e di, se di çka ka met, se ki bota ka kriju shumë divizionet mëdhaja, edhe do me thonë diversitet shumë të madh. Nuk mund është dy njerëz mi bo bashkë që pajtohen me një sen. Kështu që nuk e di më çka është kompromit. Për fund, po do me ta bëj një pyetje pa komplekse. Çka e bën vërtet një njeri të lirë për Dugagjinën? Nuk ka njeri të lirë. Pse? Sepse i ki dy mundësi. Mundësia e parë është me qenë financiarisht i pavarur, i lirë, me qenë single, i lirë. Qoftë, do me thonë, qysh do që ti e koncepton lirin, je prap pjesë e një ciklit, je pjesë e shkollimit, je pjesë e industrisë, je pjesë e qeverisë, je pjesë e taksave, je pjesë e plot seneve, që ti veç vetë vendose çka është liria për ty edhe vazhdo, po nuk është liria që ajo. Po nëse ti vendos me hek dorë prej krejt këti rregullit shoqëror, edhe me shku me jetu me një thep mali dikon, edhe me pas bagtin edhe bujqësin tonde, edhe mos me prek pare me dorë, edhe me vazhdu jetën, sikur nëse që ajo është liria, ajo është izolim i madh. Kështu që nuk besoj që sot ka liri në kuptimin e plot të fjalës,
Po nëse foli ma shumë për lirin, do të me përcaktu njerë, çka po thojmë liri edhe mas një. Duka qenë, ishte shumë kënaqësi që të kisha mysafir, unë do e shijova shumë këtë bisedë për aq sa zgjati, edhe shpresoj që të kemi biseda edhe tjera, në formate tjera, kështu që të falenderoj shumë që ishe sot me mua. Faleminderit edhe ty, Elion. Edhe miru takofshim në episodin e radhës të podcastit Pa Komplekse me mua, Elionin.